Të nderuar vëllezër, u ndalëm në javën e kaluar me hapin e dytë që profeti alayhi salatu vesselam bëri ose ndërmori ndërkohë që u instalua dhe u vendos në Medinë, që ishte vëllazërimi midis muhaxhirëve, emigrantëve, ata të cilët kishin emigruar duke lënë gjithçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe ensarëve ose vendalive. Një vëllazërim i cili do të kishte efektet e tija pozitive për gjithë shoqërinë islame, ishte tejet i domosdoshëm, por në të njëjtën kohë tregoi domethënë edhe një herë tjetër vlerën e dashurisë që këta njerëz kishin për fenë e Allahut subhanahu wa taala, për Allahun, për librin e Allahut, për dërguarin e Allahut. Allahu xhallal xhelalu i ka përshkruar në Kur'anin e tij famlar pikërisht ensarët në surën Hashr, ku thotë: وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَفِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dhe ata banorët e Medinës që e kanë pranuar besimin më herët, pra e kanë pranuar deri dhe para ardhjes së profetit, mbërritjes së profetit alayhi salatu wasalam në Medinë, i duan muhaxhirët, ata të cilët emigruan në emër të Allahut subhanahu wa taala. Dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur fare rëndimi. E ke parasysh nderuar im që kur e ndihmon dikë, nga i herë domethënë sikur të prishet zemra, Zot na ruaj. Domethënë prishet zemra çfarë, sikur të rëndohet. Ama mo, ky tash i përdit, i njëjti muhabet. Allahu dëshmon për këta se nuk e kishin diçka të tillë. Dhe unë sonte do të përmendim pikërisht shembuj të tillë. Por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarëve se sa vetes. Pra jo vetëm që nuk ndjejnë rëndes, por duan të bëjnë më mirë atyre se sa që kanë vetë. Smundja e njerëzimit, egoizmi. Smundja e njerëzimit, lakmia. Smundja e njerëzimit, dëshira që sa më shumë, do më thënë, të kem unë. Jo të barazohesh, të kesh një lloj barazie me të tjerët, jo. Po ka mundësi që të kem vetëm unë. Këtë nuk e kishin ensarët. Ensarët ishin komplet ndryshe. Ensarët, do më thënë, ishin në ato që as nuk ndjenin rëndes në zemrat e tyre, nuk i ndjenin si të rënd, por në të njëjtën kohë, do më thënë, u dëshironin që ata të kishin më shumë, të kenë më shumë. Edhe pse vetët janë nevojtarë. Normalisht që njeriu, do më thënë, gjithmonë është nevojtar. Sado që të ketë, mbetet nevojtar, sepse projektet e njeriut, të gjitha, do më thënë, ndërtohen mbi bazën e realitetit në cilin ai jeton. Pra kur ky është realiteti i njeriut, edhe projektet nisin dhe zhvillohen në atë formë. Ke parasysh, do më thënë, mund të kesh qenë pa punë. Edhe thu si dilja për shembull. Sepse jeta nuk është një ekuacion matematikor që 1 + 1 bëjnë 2. Është një përgjigje për Zotin. Del ai i cili do të thonë që edhe pse është pa punë, por kur ky futet në punë ose ka të ardhura fikse, po themi, do të thonë, me të ardhurat fikse, nisen dhe bëhen projektet për jetën, bëhen ndryshe tashmë. Arsye pse bëhen ndryshe, sepse kanë llogari që kaq i kemi ne. Po kur si kishe, si e bëja? Pra njeriu gjithmonë mbetet nevojtar. Pra medinasit në krahasim me muhaxhirët normalisht nuk ishin nevojtar, s'ishin nevojat e tyre, por nevojtar ishin, sepse mbetesh në dynja. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë prej të fituarve, thot Allahu subhanahu wa taala. Ky ajet kuranor të nderuarit e mi ka zbrit pikërisht për muhaxhirët. Pra e ka shpall Allahu subhanahu wa taala si vlerë për muhaxhirët. Por çfarë ndodhi që arritën një diçka të tillë? Transmeton Imam Buhariu dhe thot nga Enes ibn Malik, thot kur mbërritën në Medinë muhaxhirët, shkuan ensarët tek pejgamberi alayhis salam, pra, dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, ti e din që ne jemi bujq, domethënë kemi toka, kemi fermat e hurmave, e kështu me radhë.
Ndaje pasurinë tonë me ensarët. Ju ofruni o të nderuarit e mi, profetit alayhis salam, ju vetë ofruan. Ndaje pasurinë tonë me ensarët. Pra ti na ndaj, jo ta ndajmë ne. Pra çfarë ke për të thënë? Jo, ja ku e ke pasurinë, merre dhe ndaje ti o i dërguari i Allahut. Imagjino se çfarë grade të lartë duhet të kesh që të jetojsh, sepse ato jetonin me këtë nivel. E dyta, transmeton sërish Imam Buhariu dhe thotë, ensarët shkuan tek pejgamberi alayhis salam dhe kërkonin të hidhnin short se kush e kush do të marrë më shumë prej muhaxhirëve. Pra jo vetëm me i marrë në shtëpi, me i strehu, po me i majtë edhe me të ngrënë, me të pirë, me të gjithë nevojat e jetës. Pra imagjinoni të nderumit e mi se çfarë bëhet. Në hadithin e parë, kur i vetë ofrohen profetit alayhis salam për ta ndarë pasurinë e tyre me ensarët, çfarë i përgjigjet Resulullahu? Dhe do të ndalemi pikërisht te kjo pjesë që ata jetonin. Thot një shprehje urtë arabe, thot nëse shokun e mikun e ke të ëmbël si mjalti, kjo nuk do thotë se duhet me ngrënë të gjithin. Kjo nuk do thotë se duhet me ngrënë të gjithin. Kështu që edhe profeti alayhis salam ishte, Allahu shpëlbej, ishte ajo kategori njerëzish që nuk lejonte ose nuk shfrytëzonte dashamirësinë e tjetrit për ta shfrytzuar çastin, domethënë që o burra shigjur. Profeti alayhis salam i thotë, jo, nuk do bëjmë ndarje të pasurisë, por bëjmë një diçka tjetër. Ata të punojnë në arat e juaja, të punojnë në arat dhe prodhimin ta keni për gjysmë. Po jo pronësinë. Pronësia domethënë mbetet e juaja. Dhe kjo të ndodhi domethënë derisa të shtrohen dhe të kenë dhe këta një jetë shumë normale. Sepse e kishin kuptuar esencën se çfarë do të thotë që një shoqëri të jetë rahat. Domethënë, çfarë të vlen të jesh ti i pasur kur gjithë ata të cilët ke përreth janë të varfër? Çfarë të vlen? Asgjë. Ndaj të nderuarit e mi, ata i kishin kuptuar diçka të tillë. Ne jetojmë këtë botë, po do të zhvillohemi të gjithë, do të përparojmë të gjithë. Jo një pjesë po, një pjesë jo. Normalisht që do ketë për tyre të cilët janë më të aftë, do të kenë kritere, domethënë zhvilluese më shumë nga të tjerët, nuk ka problem. E rëndësishme është që të gjithë do të zhvillohen. Dhe ensarët e kishin kuptuar shumë mirë këtë pikë kyçe të jetës, ndaj dhe ju vetë ofruan sahabëve të pejgamberit alayhis salam. I dërguari i Zotit është lutur në hadithe të shumta për ensarët. Madje ka një pjesë të hadithit ku thotë ndër të tjera, o ju ensar, pas meje do të ketë një sprovë të madhe tek njerëzit. Ethera çfarë është? Domethënë anon shumë nga egoizmi që të ke mund. Gjithmonë për vete. Ndaj nëse ju thot ose përpiquni që të më takoni mu kështu siç jeni. Pra duhet më takoni në të njëjtën gjendje në të cilën ju ndodheni. Pra në cilën gjendje, në gjendjen domethënë që nuk jeni të rënduar. Në gjendjen që ja dëshironi të mirën të tjerëve. Në gjendjen që i lakmoni të mirë për tjetrin më shumë se sa për veten. Pse i ka ngel gjë mëngut Allahut subhanahu wa taala që ty të t'japi dhe mua mos më japi. Ka për gjithë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk i paksohet asgjë. Asgjë nuk i pakson Zotit xhel xelalu. Profeti alayhis salam na ka përshkruar se law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Nëse nga i pari deri tek i fundit, për njerëzve dhe për xhinëve të bashkë, do të jenë të grumbulluar në një fushë të vetme. Do t'i kërkojnë Allahut subhanahu wa taala gjithsej cili kërkesat të cilat janë ndjen zemra, pra ashtu siç ai dëshiron, dhe Allahu t'i japi gjithsej cili ato që ai ka kërkuar, ma naqasa dhalika minhu illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Kjo nuk e pakson ato që ka Allahu, vetëm ai sa mund paksoj gjilpëra e cila futet në det dhe nxjerr. Për çfarë mund të marrë ajo? Asgjë. Aq mundet domethënë
Edhe krahasimi domethënë është për të ardhur afër mendsh, për ta sjellë afër mendsh. Ndaj dhe ensarët domethënë jetuan diçka të tillë dhe profeti alayhi salatu wasalam ju zotua domethënë atyre ensarëve që ju jeni në këtë gjendje, po duhet të vazhdoni të jeni në këtë gjendje. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë në një hadith të tij, nuk i don ato ensarët vetëm se besimtari dhe nuk i urren ato vetëm se hipokriti. Apo kur thotë që ai i cili i don për hatër dashurisë që un kam për ta. Ai i cili i don ensarët i don për hatër dashurisë. Apo kur është lutur dhe ka thënë, o Zot, mëshiroje ensarët, bijtë e ensarëve, bijtë e ensarëve, bijve të ensarëve. Me të lutë i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam nuk ka gjë më madhështore. Apo kur thonë që sikur njerëzit domethënë të ndjekin një rrugë dhe ensarët të ndiqnin një rrugë, unë me patjetër që do të ndjek rrugën e ensarëve. Apo kur thotë sikur të mos jetë vlera e hijretit, sepse profeti alayhi salatu wasalam është prej atyre i cili emigroi, la kuntum ra'an min al-ansar, unë do të isha një prej ensarëve. Pra do të dëshiroja të isha një prej ensarëve. Por është statusi i muhaxhirit që ka vlerë më të madhe në rastin konkret. Ndaj të nderuarit e mi, ensarët domethënë me këto veprimet e tyre që ja parashtru, i shkojnë tek i dërguari i Zotit, garojnë se kush e kush do të strehojë njerëz më shumë, do të marrë më shumë njerëz në ngarkim. Shkojnë tek i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, i vet ofrohen, duke i ofruar atij gjijet, pasuritë të cilat i kanë dhe i thotë, ndaj këto pasuritë tona mdysh. Këto e jetuan, nuk kishin frikë varfërin, nuk kishin frikë se i paksohet. Dhe do t'japim një rast konkret me të cilin aty do të ndalemi, sepse ka disa detaje të cilat duhet sqarohen. Përmendet ky hadith në mënyrë të vazhdueshme dhe në herën e kaluar e përmendë shkurtimisht. Është detaji i një sahabiu të nderuar, Sa'd ibn Rabi', të cilin ose i ra për hise që profeti alayhi salatu wasalam ta vllazëronte me Abdurrahman ibn Aufin. Sa'd ibn Rabi' ishte ndër më të pasurit, mos më thon më i pasur i Medinas, por ndër më të pasurit po. Dhe i thot Abdurrahman ibn Aufit, o Abdurrahman, kjo është pasuria ime, ndaje ti më dysh. Ndaje ti më dysh. Dhe merr domethënë gjysmën të cilën e dëshiron. Unë i kam 2 gra. Do të ndalim me kjo pjesë, domethënë që i kam 2 gra dhe oferta që ky i bën. Shif këtë dëshiron, ta ndaj, ta divorcoj unë për të, dhe pasi të mbaroj idden, periudhën e pritjes domethënë, marrëdohem me të. I thot Abdurrahmani, Allahu të dash bereqet në pasuri, në shoqëri, në jetë, vetëm trego ku është tregu. Pra ishte njëri tregtar. Dhe shkoi thot Abdurrahmani në ditën e parë, pra në ditën e parë që u fut në treg, fitoi diçka. Ditën e dytë më shumë. Vetëm në disa ditë, pra jo shumë ditë, vetëm në disa ditë vjen ke profeti, shkon tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i tregon atij Resulullahu sallallahu alaihi wasallam se është martuar. Domethënë të kalosh tani në statusin e martesës, do të thotë që ti ke avancuar në aspektin ekonomik. Thotë dhe shkon tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thotë që jam martuar. I thotë profeti alayhi salatu wasalam, çfarë pagove për meher? Mehri është vlerësimi i mashkullit, nuk është blerja e femrës. Por nëpërmjet dhënies së meherit, sa më shumë t'japi, aq më shumë vlerëson veten mashkulli. Ky është qëllimi. Sa më shumë ta nderosh një femër, jo vetëm në këtë aspektin material, por edhe në respektimin e saj, aq më shumë ke nderuar veten, që është e vërteta. Thot, madha asdaqtaha, çfarë i ke dhënë asaj për meher? Dhe i tregon Abdurrahmanit, domethënë që i ka dhënë në vlerën e 5 dinarëve të floririt, që ishin goxha vlerë. Sepse më parë kam përmendur që profeti alayhi salatu wasalam ka bler tokën e xhamisë me 10 dinar. 10 dinar floriri, pra ka vlerësuar me 10 dinar. 5 dinar të paguash meher ishte goxha. Goxha domethënë, blije një prondi me diçka të tillë. I thot profeti Ali, pra kjo tregon që
sa shpejt avancojnë bereqetin e Allahut. I thot profeti alayhi salatu wasalam, "Aulim walau bishat", bëj gosti, bëj dasëm ose darkë, qoftë duke therr një dash. Vim ke fillimi i hadithit. Çfarë ishte nevoja, se qëllimisht e përmenda, domethënë, që Saad ibn Rabi' ishte ndër më pasanikët e Medinës. Çfarë ishte nevoja që t'i ofronte Abdurrahmanit gjysmën e pasurisë, ndërkohë që sikur t'i jepte 5% të pasurisë tij, 5%, jo më shumë, 5%, do ta bënte ndër pasanikët e Medinës. Ky hadith të nderumit e mi na vërteton edhe një herë tjetër se çfarë dashurie kishin ensarët për këtë vllazërim që ua kishte caktuar profeti alayhi salatu wasalam. Ora, a mund të thoj dikush mu sot vllajin që e ke për nënën për babën? Kush është ai sot që e bën që më i thon vllajt, ja ku pasuria ime, hajt ta ndajmë dysh. Qameti i vllai i mirë është që të nxjerr për situatë, ndihmon. Po më thon ja ku e ke gjys për gjys, pse? Ta ndihmoj po. Po pse ti jap gjys për gjys? Çfarë ishte nevoja që ky ja ofron gjys për gjys ndërumit e mi? Sepse na vërtetoi ajetin kuranor pra. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Japin përparësi tjetrit ndaj vetes vet, edhe në qofshin vështirësi. Ky në rastin konkret nuk ishte në vështirësi. Po vallai, themi drejtën, a ka gjë më të vështirë domethënë se njeriu me të ofruar gjysmën e pasurisë vet? Një person që deri dje nuk e ke njoft, po të ka vllazëruar feja. U urdhnoja ku e ke, jo vetëm kaq. Ndaje ti, jo ta ndaj unë, po ndaje ti pasurinë. Në mënyrë domethënë që të shkojë ai hatri ose ajo kënaqësia, të shkojë deri në fund, deri në maksimum. Ndaje ti dhe merr tjetër që dëshiron. Pra çfarë tregoi në rastin konkret sahabiu, na tregoi domethënë se me sa sinqeritet e kishin marrë këtë hap që profeti alayhi salatu wasalam u kish vënë si kusht ose e kish bërë si detyrë, më mirë themi, e kish bërë si detyrë për sahabët, për ensarët dhe për muhaxhirët. Ja ofron dhe vim tek pjesa e fundit që është dhe pjesa problematike. Pjesa e fundit është unë i kam 2 gra, ti zgjidhe njërin prej tyre ta ndaj. E para herë sahabët janë njerëz. Gabojnë, siç gabojmë dhe ne. Veprimet e tyre nuk merren me patjetër si përfundimtare ose vendime. Ky veprim i sahabiut që shpreh dashurinë që është e vërteta. Shpreh dashurinë. Po është i saktë, është i gabuar fetarisht. E para një femër, një bashkëshorte, nuk është pronë e jotja. Ju jeni lidh me martesë, po jo se sundon njëri tjetrin, nuk ka pronë aty. Që të thushit tani se po ta ndaj unë martohet. E dyta, a ka martesë me imponim në Islam në asnjë mënyrë, është e panjohur. Pra feja nuk e njeh që ti të imponosh martesën. Ndaj edhe profeti alayhi salatu wasalam thotë që nuk martohet femra ose nuk realizohet procesi i martesës së femrës vetëm pasi të pyetet. Pra për çfarë realizohet ajo pjesa me dëshmitar, me dëgjue, me gjithçka? Gjithën domethënë që të realizohet dëgjimi, u bë kërkesa e rregullt, u bë miratimi në kushte normale, pra të pa imponuar, po atëherë është gjithçka është e ligjshme fetarisht. Ndaj e dyta domethënë, e supozojmë se e para qëndroi që hajde se po ta ndaj. Po e dyta mund ta martonte sërish, ky s'kishte më asnjë drejt ndaj saj. Ndaj themi që veprimi i këtij sahabiu është një veprim nga ato që dëshiron domethënë të shprehi dashurinë. Dëshiron të shprehi dashurinë. Sa ai me pasurinë që po i jepte, nuk u martonte me një gru, po u martonte me 4 prej herë. Sepse po i ofronte shumë. Mirë po, në rastin konkret domethënë,
këtë e ka bërë në emër të shprehjes së dashurisë. Thjesht të shprehjes së dashurisë, asgjë më tepër. Dhe nëse do ta kishte synu, do ta kishte pas diçka të tillë, të synuar ose të ishte kjo ajo që kishte për qëllim, themi sërish sahabët njerëz janë. Nuk arriti çështja tek profeti alayhis salam dhe profeti ta miratonte. Dhe nuk kemi dëgjuar apo nuk kemi lexuar dhe nuk kemi hasur kërkund se ky veprim është përsëritur veç ndodhis në fjalë. Dhe thash, është si ajo shprehje, domethënë që dikush të kërkon një nder, supozojmë. Dhe ti i shprehesh, ati i drejtohesh për treguar, sepse thotë që nuk e dia, a do mundesh me ma bë këtë nder. Dhe ti i drejtohesh atij, domethënë që me një fjalë të cilën nuk e ke për qëllim, por tregon veprim shumë madhështor. Ç'a thumër i thotë. Edhe fëmin ta therrën ty, po pse ke për të therrë fëmin tjetrit ti? Si për të therrë fëmin, po domethënë është shprehje që ti synon domethënë ta qetësosh. Edhe sahabiu në rastin konkret synon ta qetësoj. Synon ta qetësoj, ti shprehi domethënë atë afrimitetin maksimal. Dhe si përgjigjet ky tjetri? Shembulli të cilin e përmenda pak më parë ose urtësia, domethënë fjala e urtë, nëse shokun, mikun e ke prej mjalti, pra është i ëmbël si mjalti, kjo nuk do të thotë se duhet ta hash apo ta lëpish ti të gjithin atë. Dhe ai u soll pikërisht ashtu. I tha, jo, Allah të dash bereqet, ti vetëm trego mua ku është tregu, dhe unë do të merrem me tregun. Këtë dashuri në rumit e mi, sahabët, ensarët dhe muhaxhirët e kanë trashëguar me njëri tjetrin, e kanë trashëguar edhe pas kësaj, sepse vllazërimi ka zgjatur një farë kohë për sa i përket dispozitave të vllazërisë. Ndërsa pjesa, domethënë, e këtij afrimiteti e kanë trashëguar. Në çfarë aspekt e kanë trashëguar? Profeti alayhis salam për t'i shpërblyer ose për t'u ofruar zemrat ensarëve, u dhuron një tokë për ta punuar, për ta shfrytzuar. Nga ato që quhen domethënë ndryshe vakufet. Pa nuk është kompetencë e të parit shtetit domethënë me ta dhuru. Është kompetencë e tij që me ta dhënë në përdorim. Thjesht në përdorim, po jo me ta ofru se pronën tatë bëj ç'dushti, po jo në pronën e shtetit. Dhe u thotë ensarëve që filan tokë u jap juve ta shfrytëzoni. Çfarë thonë ensarët? Shikoni vëllezërit e mi, pra kishin ndryshuar kohët. Jo i dërguami i Zotit, po nuk bërë ortakën të dhe muhaxhirët. Do të thonë që të na barazojsh. Nuk i kemi bërë gjërat të cilat i kemi bërë deri më tani për treguar domethënë se dëshirojmë të jemi të privilegjuar, apo të vijë një ditë që po. E ke parasysh kur dikush domethënë e bën një vepër, ai ke bërë për Allahun subhana. Atë vepër të cilën e ke bërë për Allahun xhel xhelalu kërkoi shpërblimin prej Allahut. Nuk do të rrim në 40 vjet, 50 vjet të shih se ky ka bërë këtë veprën e mirë, ky ka bërë këtë veprën e mirë. Leje robin e Allahut. Leje robin e Allahut ta marrë shpërblimin nga Allahu xhel xhelalu. Diçka e cila bëhet për Allahun është dhuruar për hatër të Allahut, ka marruar. Ne do të shohim domethënë se në të ardhmen, nëse Zoti na japi ymër në vazhdimin e jetës së profetit alayhis salam, do të gjejmë një rast ku një prej shokëve të profetit alayhis salam do të durojë pronën e tij në këmbim të një pemë në xhennet. Dhe kur shkon tek bashkëshortja, i thotë që e shita pronën. I thotë inshallah e ke shit me një çmim të përshtatshëm, të mirë. Thotë me një pemë në xhennet, vallahi thotë e pas ke shit me çmimin më të mirë. Dhe duke mbledh rrobat e veta, pra që do dorëzonin pronën, duke mbledh rrobat e veta, i biri i vogël kish kap një hurmë dhe e kish fut në gojë duke e ngrënë. Thotë ja hoqi nëna prej goje. Nëna ja hoqi prej goje dhe flaku. Nuk është më tha jona kjo. Nuk është më jona. Kështu jetonin sahabët e profetit alayhis salam. Dhe kjo i bëri ata njerëz të veçantë. Allahu xhalla xhelal në Kur'anin e tij famlar na drejtohet duke thënë Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Dhe ata të cilët
janë me të, pra ata të cilët e shoqërojnë sahabët e tij, janë të ashpër me jo besimtarët, të mshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. I sheh se si janë në sejdë, të përkulur në sejdë në ruku, duke kërkuar çfarë? Diferenca, edhe ne bëjmë sejdë në ruku, vëllezërit e mi. Pse këta Zoti xhelalu i përmend Kur'an ty s'të përmend? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, sepse këta kërkojnë mirësinë e Allahut dhe kënaqësinë. E kërkojnë këtë për Allahun, prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe janë të bindur në diçka të tillë. Kjo i bëri këta njerëz më të veçantë. Abdurrahmani nuk tha, shiqur që më dolim shtek ky mua, hajde ta shfrytëzojmë. Ai pra nuk i kishin ensarët këto veprime, nuk i kishin veprime emocionale, sepse ndodh ndonjëherë që njeriu, sidomos në fillimet e islamit të tij, e kap emocionin dhe o burra, domethënë, profeti alayhi salatu wasalam nuk i lejon të tilla veprime. Nuk i lejon të tilla veprime. Ndaj dhe ti i tillë, po mos lejon të tilla veprime. Një person që është emocionuar për momentin, është ai fillimi, domethënë, mos e bëj kurban tjetër, se ai nuk është i përgatitur për kurban. Duhet të normalizohet në jetën e vet, të di se çfarë po vepron dhe më pas. Është një rast ku Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, smuret dhe profeti alayhi salatu wasalam shkon ta vizitojë. Kur shkon ta vizitojë, Sa'di kishte vetëm një fëmijë në atë kohë, një vajzë, dhe e sheh veten, pra i duket vetja, tek vetja ishte dorëzuar. Pra e sheh veten që po lan durët me dynjan, po ndahet me të. Dhe i thotë i dërguari i Allahut, pasurinë time du ta le vakuf, domethënë, të ta le ty. Jo, i thot profeti alayhi salam, po gjysmën thot, sepse desh me lënë gjithën. Jo, i thot profeti alayhi salam, më shumë. Po 1/3, thot 1/3 o Sa'd, dhe 1/3 sërish është shumë. Ktu na dha kriterin se sa i lejohet njeriu të lejë testament nga pasuria vet. Ti je Sa'd, kur i thot Sa'dit na drejtohet gjithë neve, që ti lesh trashëgimtarët e tu të pasur, është më e mirë, më e hajrit, më me shpërblim për ty, më me seva për ty, se sa ti lesh ata të varfër ose nevojtar të ushtrin dorën të tjerëve. Po ti e Sa'd do të jetojsh, domethënë, i tha që nuk ke për të vdek. Ti do të jetojsh, domethënë, dhe do të kesh edhe shumë fëmijë. Dhe nga ky çast, domethënë, Sa'di ka jetu pas kësaj ndodhie goxha dhe i ka pas 12 ose 16 fëmijë. 12 ose 16 fëmijë. Pra çfarë po ndodh? Po ndodh që profeti alayhi salatu wasalam nuk shfrytëzon momentin. Nuk shfrytëzon të emocionuarit e Sa'dit se thot jam të hik prej dynjës, po ta bëj i gjatë fundit unë, domethënë sa jam gjallë. Ti do ta bësh i gjatë fundit, i gjatë para fundit, i gjatë parë, por ta bësh domethënë me vetdije të plot, me bindje të plot, në mënyrë që mos të kesh një pishmalllik më pas. Dhe ensarët na e vërtetuan që ajetin kuranor që as nuk u ndjen asnjëherë, domethënë, të shtypur ose të rënduar nga ardhja e muhaxhirëve aty, por vazhduan me të njëjtën dashuri në mënyrë të vazhdueshme, subhanallahu. E patën këtë lloj dashurie, domethënë, për muhaxhirët në mënyrë të vazhdueshme, ajsa kur profeti alayhi salam pra u ofron që t'ju jap juve në formë të veçantë ta shfrytëzoni këtë arë, këtë tokë, ta ktheni në bujësore, ata i thanë, jo i dërguar i Zotit, vetëm se kur të na barazosh që të dy. Lutim Allahun xhelle xhelalu, Zot na falë, na mëshiro. Na bëj se Zot me moralet e larta të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj jetën të lehtë, na mundso Zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde. Na bëj vdekjen të lehtë, na mundso Zot të vdesim me dinjitet dhe me shahadet. Lutem ty më dhnushmi Allah në këtë natë xumaje, Zot ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, në Palestinë, ku do derdhet gjaku i muslimanit, ku do të rrezohet siguria e muslimanit. Na beqato Zot në vendin tonë. Na jep Zot stabilitet, na jep Zot bereqet, na ruaje, na mbro. Na mundso Zot të prihemi nga njerëz të cilët e kanë frikë ty, na mëshirojnë dhe neve. Të lutem ty më dhnushmi Allah për gjithë pranishmit dhe familjarët e tyre, sikurse na mundsove të mblidhemi këtu
për të madhëruar madhërinë tënde nëpërmjet këtyre përkujtimeve. Na mundso Zot që të gjithë bashku të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, me krye dashmin e zemrave tona Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Zot mos na lë hall pa zgjedh, mos na lë smundje pa na shëru, mos na lë breng pa na largu, mos na lë lutje pa na u përgjigj. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.